Nxënësit e shkollës fillore Kirili dhe Metodi nga viti i ardhshëm shkollor do të kenë mundësinë të mësojnë dhe ushtrojnë notin brenda ambienteve të shkollës. Hapësira e planifikuar do të shndrohet në pishinë, e cila do të shfrytëzohet nga profesorët e edukatës fizike për të mësuar nxënësve bazat e notimit. Drejtoresha e shkollës Sihana Kaba Kasami thotë se stafi dhe nxënësit ndihen të privilegjuar që kjo mundësi u është ofruar nga Komuna e Tetovës dhe Ministria e Arsimit. Do me thënë shkolla jonë e pat fatin që të përzgjidhet një nga shkollat ku veç ka filluar të ndërtohet pishinat këtu mbas meje. Kur u apliku sefte bazeni, të gjithë ishin pak skeptik se çka duhet bazeni në shkollë. Mirë po, unë e kisha thënë të kundërtën, më mirë një bazen në objekt shkollor, sesa nuk është, edhe salla sportive është shumë e rëndësishme, mirë po bazeni ka ato rëndësitë më të veta. Për shembull, këtu vjen në shprehje se fëmijët krijojnë një vetbesim te vetja edhe humbin atë frikën nga uji. Mandej, përfitim tjetër është se e mësojnë notin, i cili i shtin në lëvizje gjithë muskujt e trupit. Presim dikun që ka fundi muajit gusht të jetë gati, edhe vitin e ardhshëm shkollor 2026-2027 ta fillojmë me bazenin e përfunduar. Ndërkohë prindërit shprehen shumë të kënaqur me këtë investim. Sipas tyre, në një kohë kur përdorimi i teknologjisë nga fëmijët është në rritje të vazhdueshme, është e rëndësishme që institucionet të krijojnë sa më shumë mundësi për aktivitete fizike. Ata vlerësojnë se noti është një nga sportet më të dobishme për korrigjimin e deformimeve trupore që shfaqen te nxënësit si pasojë e qëndrimit të gjatë ulur dhe mbajtjes së çantave të rënda shkollore. Duhet të ketë një pishinë të tillë, mirë po, pasi punohet për fëmijë të vegjël, duhet patjetër të ketë mbikëqyrje, trajnim kështu gjëra, për ndryshe është shumë mirë, edhe lagja nuk ka pishinë, do të thonë kanë një pishinë shumë larg që kushton edhe humbon kohë për prindët, me thonë këtu do të jetë shumë mirë, afër, do të kenë mundësi ta mësojnë notimin, ta mbrojnë shëndetin me notim. Duke marrë parasysh se fëmijët e tashëm komplet me këto teknologji, tash merren me telefona me ata, çdo aktivitet fizik është i mirëseardhur, sidomos kur bëhet fjalë për pishinë, për këtë rast për notim. Noti dihet se është sport i mirë shumë për shëndetin e fëmijëve e njerëzit. Besoj se është shumë pozitive dhe shpresoj kësi pishinat hapen në gjitha shkollat. Megjithatë, përveç pishinës, shkolla ka nevojë edhe për një sallë të mbyllur sportive, e cila do të mund të shfrytëzohet gjatë ditëve me kushte të pafavorshme atmosferike si shi apo borë. Drejtoresha Sihana Kaba Kasami thekson se shkolla disponon hapësirë të mjaftueshme për ndërtimin e një salle sportive dhe një investim i tillë është i domosdoshëm. Ajo bën apel institucioneve kompetente që sa më shpejt të sigurojnë kushtet për realizimin e këtij projekti. Salla sportive është një dëshirë e kahmosshme, e kahershme, thuajse që 30 vite që tentojmë të bëhet salla sportive. Vendin e kemi, çdo ka thënë që është në listë, do të bëhet, mirë po deri sot nuk kemi asnjë sent konkrete. Mirë po, kjo qeveri e tashme, do të thënë na ka premtuar se edhe shumë shpejt edhe salla sportive do të bëhet, ndoshta këtë vit jo, po vitin e ardhshëm do të fillohet, nga që e dim se arsimi fizik më është bërë një nga lëndët më të e detyrueshme edhe më speciale, si më thanë, sepse mbajtja e çantave nga ana e nxënësve, çantat janë me peshë pak më të rënda, edhe paraqitet veçanërisht sëmundja e skoliozës. Se nevoja për një sallë sportive është e madhe, e pohojnë edhe prindërit. Siç e ceka edhe më herët, domethënë çdo aktivitet fizik, domethënë për fëmijët, për ato, çdo largim nga telefonat, nga teknologjia është pozitive. Uroj edhe një sallë sportive të bëhet, ndërtohet, edhe sa më shumë aktivitete fizike të kenë fëmijët. Mirë është edhe këtu të ketë një, që të mundet edhe në kushte atmosferike më të rënda dimnit, kështu të mund të fëmijët të realizojnë mësimin shëndetin në përsalla. Pishina me një pagesë simbolike do të jetë në dispozicion edhe të banorëve të lagjes, të cilët do të mund t'i dërgojnë fëmijët e tyre për aktivitete noti pas përfundimit të orarit të mësimit. Ndërkaq, shkolla fillore Kirili dhe Metodi vazhdon të shënojë rritje të numrit të nxënësve të regjistruar nga viti në vit, ndryshe nga disa shkolla tjera, veçanërisht ato në zonat rurale, ku numri i nxënësve po poson rënje të vazhdueshme.